mekanizmi jonë politik dhe ligjor nuk prodhon dot parti apo pushteta të brishta që rrëzohen pas 6 muajsh. Ne si shoqëri që jemi të dashuruar me kultin e individit dhe ligjet mbështesin krijimin e pushtetarit të fortë, kryeministrit fort. Dhe kryeministri të fort ka qenë edhe Sali Berisha dhe kryeministri i fort është edhe Edi Rama. Sot nuk është nevoja për të ndruar kryeministrin, por është nevoja për një platformë se si do të shkundim politikën, si ta ndajmë politikën nga krimi, si ti bëjmë partit demokratike me ligj, si ti bëjmë partit transparente me ligj. Kush e prodhon sot korrupsionin? E prodhojnë shteti korruptuar, politika e korruptuar, biznesi korruptuar. Kush e ka prodhu biznesin e korruptuar? Po kjo politikë, se ky biznesi korruptuar financon partit politike. I financon makinerinë elektorale. Marrojnë zgjedhjet këto biznese që furnizojnë makinën elektorale marrin... Tani, linjat janë shtruar, se duhet flasim tamam, linjat janë shtruar në për dekada. Kjo nuk bëhet me një të prerë, lisi nuk pritet me një të rënd, bam, dhe për 6 muaj ne do jemi ndryshe. Unë shikoj narrativën e partive opozitare. PD-ja këtu, Lapaj këtu, Qori këtu, Agron Shehaj këtu, se këto janë aktorët të rëndësishëm. Do t'i mbledhi Berisha, ju ka bërë ftesë të premte. Do t'i mbledhi, as nuk do shkojnë, pas do prodhojnë gjë dhe po mblodhen. Sepse narrativa e tyre është të iki Rama. Jo, Rama nuk mjafton të iki. Do duhet që këta ta bindin popullin çfarë do bëjmë në ndryshe. Dhe ndryshe është më të tregosh çfarë ke në plan ti, dhe plani fillon nga ty. Ti të me ligj të garantosh rotacioni brenda partive politike. Pse nuk ikin kryetarët e partive? Sa kanë? Po plaken, po vdesin, po dalin pension duke nejtë në krye të partive. Kush i financon? Këtu prodhohet korrupsioni. Ekonomi inkriminuar. Po, ekonomi inkriminuar. Si do shkputet ekonomia shqiptare, ekonomi që është përqendruar vetëm të betonit e hekuri, është varrosur bujqësia, është varrosur perspektiva turizmit, sepse 60% e GDP-s vjen nga ndërtimi sot, nga betoni, nuk vjen nga sektor prodhues. Kush do të jetë ardhmja e ekonomisë këtij vendi? E di që nëse nesër vjen një fuqi tjetër dhe ndërpret financimin e paras pisë në ndërtim, këtu shembet ekonomia. Këto gjëra janë të paqarta. Këto gjëra nuk kupton dhe nuk dëgjon qytetari i thjesht nga kjo parti opozitare përveç retorikës, Rama i korruptuar, Rama duhet iki, dhe të vi unë. Po mër, hajde ti. Çfarë do bëhet? Do vazhdohet të ndërtohen të njëjtat kulla me të njëjtat para të pisa. Do vazhdojnë të përmbytemi rregullisht çdo ditë. Do vazhdojmë me të njëjtat parti që nuk bëjnë zgjedhje, me të njëjtat parti që furnizohen me para nga mafia dhe nga korrupsioni, me të njëjtit njerëz që lidhen me krimin. Atëherë çfarë ndryshoi? Është një moment pragmatik dhe praktik që absolutisht një ide e tillë të atashohet me këtë opozit që është në mënyrë që në momentin që ka një rokat pushtetit të vihet përpara përgjegjësisë për t'i bërë këto. E bën dot kjo opozit, është frymëzuese kjo opozit që është kjo parti demokratike, i referohen PD sepse ka bazën më të madhe tek e fundit. Ka bazën më të madhe. PD-ja do duhet ta kishte demonstruar këtë qasje, nuk e ka demonstruar. Ajo që nga e cila po vuan opozita sot është mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit me të gjithë aktorët, të cilët janë sa në opozit me qeverinë, aq në opozit edhe me njëra tjetrën. Partitë e reja përjashtojnë si Ramën e Berishën, por përjashtojnë edhe njëra tjetrën. Brenda një javë u bën 4-5 protesta në orë të ndryshme në vende të ndryshme. Berisha normalisht i ka ftuar tashmë në përpjekje për të krijuar një lloj sindikata opozitare me për gjitha aktorët politik. Nuk kam parë asnjë reagim pozitiv deri tani që t'i përgjigjen. Ka patur edhe më herët ftesa po të lëshuar nga tribunat e fjalimeve apo në rrjetet sociale, hajde të bashkohemi, por nuk ka patur asnjë përpjekje serioze për të negociuar, për të ulur flamujt të partive dhe për të shërbyer kauzës që ato kanë dhe pastaj të merren me dasit ideologjike kur të vinë zgjedhjet. Por kjo kërkon mentalitet leadershipi. Nuk kërkon kreneqësi. Politikanët tani janë krenerë, secili mendon për flamurin e partisë vet, secili thot unë, secili mendon që tashmë Rama ka rënë, edhe i çik presim sa ta shtyjnë, sepse është krijuar dhe kjo tymnaja që amerikanët këtu, spaku këtu dhe ky ka ditët numëruara, karrikja është bësh dhe kush do vej të zë karrikën e kryeministrit. Dhe e njëjta gjë ishte që ndodhi në zgjedhjet e 11 majit, dhe kemi diskutuar dhe këtë, kur të vetëdijshëm që kisha ardhur fundi i Ramës,
të gjithë po përgatisin tashi se kush do marri 40 deputet, kush do marri 35 deputet për të qenë aktor qeveri formues dhe për të rritur rolin e vet, dhe në fund ndodhe që ndodhe dhe ne dim realitetin. Po, dhe në fund tani që flasim, Rama ka 83 deputet, pritet vendimi gjykatës kushtetuese në lidhje me zonjën Balluku që mund të jetë një përgjigje e cila forcon pozitën e tij. Pra duket se pavarësisht se bathët tregojnë edhe kanë filluar këto legjendat në përqytet, po të flasim me atë që kemi në tavolinë dhe të jemi korrekt, politikisht korrekt, kryeministri Rama është në një moment të fuqishëm në numra. Ka 83 deputet, siç e thash, ka një mazhorancë të cilën e ka krejtësisht të gjithë në dorë, ka një betejë me spakun, me prokurorin, por jo me gjykatën, presim dhe shohim me gjykatën kushtetuese se si do të operoj. Në këtë situatë që është vendi, mendon që mund të shkojmë në qeveri teknike, apo pse do të lëshoj per Rama? Edhe qeveria teknike për momentin duket sërish një legjendë, sepse qeveria teknike ishte një kusht në momentin kur vendi po shkonte në zgjedhje, dhe duke qenë se aktorët politik opozitar ishin të bindur apo mendonin që qeveria Rama nuk mund të organizojë zgjedhje, sepse përdor administratën, përdor fondet publike, përdor këte, atë, siç edhe një pjesë e mirë u verifiku që ndodhen, dhe u kërkua qeveria teknike si një garanci, pra qeveria teknike është term, për në fakt duhet qeveri kujdestare për zgjedhjet që të merresh vetëm me procesin zgjedhor. Kërkesa ishte gati ultimative, nuk u plotësua, as e konsideroi fare Rama për ta shtruar në diskutim dhe pale pasaj për ta pranuar. Dhe tani po kërkohet qeveri teknike në një moment kur kanë vetëm 6 muaj që kanë mbaruar zgjedhjet dhe kur ka dalë një mazhorancë super e fuqishme. Pyetja është, çfarë kushtesh ka për të krijuar qeveria teknike dhe pse tani? Padyshim që ka një përgjigje që justifikon kërkesën, që është situata e krijuar pas hetimeve të spakut, skandali këtu atje atje. Akshi dhe zonja Balluku, po. Akshi është ajo që është edhe më e rënda, që dëshmon një farë mënyre inkriminimin, kapjen apo rënien e shtetit, nëse të shprehemi kështu. Por për të shkuar qeveria teknike do duhet njëherë të shkohet tek dorëheqja e kësaj qeverie. Dhe pastaj qeveria teknike si qeveri kujdestare për zgjedhjet e parakohshme. Deri tani në këto kushte nuk ka asnjë shenjë. Ka vetëm një mundësi që kjo të ndodhë. Presioni ndërkombëtar që nuk po ndjehet. Nuk po ndjehet? Jo. Se po ndjehet vetëm në faktin që Rama nuk është i mirëpritur në Washington të paktën, ndërkohë në raport me Brukselin marrëdhëniet janë më shumë se të mira. E qartë. Pra duket se ka një ftoje me amerikanët, por e ka mirë me është presioni i publikut këtu. Populli del në rrugë dhe turma e madhe, këtu nuk ka nevojë për fjalime, këtu ka nevojë për numra. Kur populli del në rrugë, jo një orë, po një muaj, 2 muaj, çdo ditë, çdo natë, qeverit bien në çdo vend. Por Lapaj ka një muaj që rri me 10 veta, Berisha del një herë muaj me 3.000 vetë,